Përshëndetje shikuesve të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus dhe do të flasim për investimet e huaja direkte që në vitet e fundit kanë njohur një tendencë të vazhdueshme në rritje, por nga ana tjetër edhe një përqendrim gjithnjë më të lartë në sektorin e pasurive të paluajtshme. Për të folur rreth këtyre temave kemi të ftuar në podcastin ton zotin Gjenti Beqiri, ekspert ekonomie dhe ish drejtori i agjencisë për investimet e huaja. Përshëndetje, Gjenti. Përshëndetje, faleminderit. Siç e tham, në vitet e fundit ka një përqendrim gjithnjë më të lartë të investimeve të huaja në sektorin e pasurive të paluajtshme. Pra për 2025 ishin më shumë se 1/3 e totalit. Cilët kanë qenë shkaqet që kanë sjellë të rritje të peshës pasurive të paluajtshme në strukturën e investimeve të huaja dhe çfarë domethëniesh dhe implikimesh ka kjo lidhur me strukturën e IHD-ve? Është vërtet, patjetër që investimet e huaja direkte, në paktën në një sens statistikor, kanë parë rritje, paktën në 5 vitet e fundit dhe duke u theksuar për herë më shumë në sektorin imobiliar. Ky është në një farë kuptimi një lloj reflektimi i strukturës së ekonomisë. Pra vetë ekonomia jonë në vitet e fundit, në dekadat e fundit është fokusuar kryesisht në këtë sektor si një lloj lokomotive që çon përpara ekonominë me ato ritmet e caktuara të rritjes sonë. Është e qartë që kur ekonomia, domethënë e gjithë GDP-ja e vendit fillon të rritet, patjetër e komponenti i treguesit të investimeve huaja direkte do të reflektojë në vija të përgjithshme, do të reflektojë strukturën e rritjes së ekonomisë. Pra nëse sektori imobiliar, i ndërtimit dhe i turizmit ka peshën kryesore në rritje, patjetër që edhe investimet e huaja do të kenë këtë lloj reflektimi në ekonomi. Nëse do të flasim ftohtë, vetëm si statistika, do të themi mund ta quajmë veten të kënaqur që kemi këtë lloj tendence, por si ekonomist patjetër ajo është jo e përshtatshme sepse sektori në vetvete imobiliar nuk është një sektor që si thua rrit në mënyrë të vazhdueshme apo nxit pjesë të tjera. Duhet kemi të qartë që thelbi në vetvete i IHD-ve është patjetër efekti multiplikator. Pra, kur një kapital i huaj vjen në ekonomi, investohet, zhvillohet, ai gradualisht ka efektin e koeficientit të multiplikimit. Pra, mund të shkojë disa herë 5 fish në vitet në vijim sepse fillon dhe zerohet. Ky është një sektor që këtë efekt të shumë fishues nuk e ka. Pra, blihet një aset imobiliar dhe normalisht aty është vlera e saj mbetet aty. Patjetër që në një të ardhme ajo mund të krijojë një efekt si thua në aspektin tatimor, sepse mund të rishitet, diferenca e çmimeve mund të hyjë në buxhet, por prapë këto nuk kanë në një peshë siç mund të ketë një investim i huaj në sektor të tjerë prodhues, në cilën zhvillon punësim, mund të rrisi eksportet, mund të rrisi si thua zhvillimin ansor të biznesit. Pra, ky është një sektor relativisht i mbyllur. Përpasoj edhe pjesa tjetër që si ekonomist kemi të qartë që nëse ne japim një lloj, sidomos sektorit imobiliar, japim një shtesë dhe një mbështetje të fuqishme, ai mund të kthehet në një problem, pjesët e tjera të ekonomisë janë, le thoj, ekonomia prodhuese, ekonomia që punson në mënyrë të vazhdueshme. Ekonomia që normalisht fillon dhe zero dhe është ndërlidhur është multisektoriale. Pra, për ta përmbyllur, thjesht këto tregues janë një reflektim pasyre saktë e asaj çfarë ne kemi dhënë vrull ekonomisë dhe kemi mbështetur kryesisht ekonominë në vitet e fundit, por që nëse mund të na kënaqë deri diku kjo rritja graduale e përqindjes e vlerës IHD-ve në vite,
nuk na kënaq ku është bazuar. Nëse u referohemi tendencave të vitit kaluar, kemi parë një kthim të interesit për investime në sektorin financiar. Pra, janë dhënë 2 miratime paraprake për licenca të reja për 2 banka tregtare. Kjo vjen në vijim të një ciklit gjatë konsolidimi që ndoqi sektori edhe të një procesi dalje pjesërisht të një pjesë të grupeve të rëndësishme të Bashkimit Evropian nga sektori bankar. Mendoni që kjo tendencë e re e interesimit të investitorëve të huaj për të hyrë në sektorin bankar dhe financiar do të jetë e qëndrueshme në kohë? Shihni perspektiva të mëtejshme në këtë sektor? Faktikisht në sektorin bankar dhe financiar ajo shkon kryesisht me cikle. Pra në varësi të ciklet biznesit, nevojës, fitimit që bën sektori, tek ne patjetër në vitet e fundit ka një lloj si thua stabiliteti ekonomik, jemi në pjesën e procesit të integrimit. Sektori ka bërë përpara në kuptimin edhe të fitimit që ka gjeneruar, ka dhe problematikat e veta sepse nuk e kemi, si thua, ekonomia nuk është se po merr një zhvillim të jashtëzakonshëm, popullsia ka ardhur në tkurrje. Ka anët pozitive që ka stabilitet sepse ne jemi në procesin e integrimit, ka pasur një lloj përmirësimi të fortë edhe në aspektin e rregullator, por duhet kemi të qartë që 2 bankat e reja nuk kanë ardhur si pasojë e një kërkese në vetvete të tregut, se sa kanë ardhur si pasojë e, si thua, kërkesës që ka pasur qeveria shqiptare për këto 2 tregje. Pra, kur flasim për tregun dhe ekonominë izraelite, ne kemi pasur një marrëdhënie të intensifikuar me shtetin e Izraelit prej vitit 2022 si pasojë edhe të sulmit kibernetik. Pra, ne kemi pasur, si thua, politika e qeverisë shqiptare ka qenë për të intensifikuar marrëdhënien ekonomike dhe marrëveshjet me shtetin e Izraelit në kuptimin e krijimit edhe të përmirësimit të aspektit të forcimit të infrastrukturës kibernetike dhe mbrojtjes kundër sulmeve kibernetike. Dhe përpasoj pjesë e këtyre marrëveshje është patjetër edhe pjesa e pasurit le themi investimeve të huaja nga shteti i Izraelit që ende janë në nivel të ulët, në mos gaboj janë rreth 20 milion euro që kanë regjistruar në vitin e kaluar, por ato po fillojnë të shtohen dhe duhet pasur parasysh që edhe përmirësimi në këtë aspekt, pra implementimi i SEPA-s është një, si thua, element pozitiv sepse ka ulur kostot e transaksioneve ndërkombëtare, shpejtësinë e tyre dhe kjo është në të mirën e të gjithë sektorit, është mirën e konsumatorit që merr transferta me kosto më të ulët, intensifikohen, si thua, transfertat nëpërmjet sektorit bankar, dhe kjo patjetër është përfituese për vetë sektorin. Nga ana tjetër ka një politikë të caktuar për të kaluar të gjitha transaksionet e biznesit dhe më tej brenda sektorit, sepse kemi një sasi shumë të madhe të kapitalit që është jashtë sektorit dhe ky duhet formalizohet dhe të futet brenda. Dhe në këtë aspekt të 2 bankat, njëra të cilat ka zgjedhur një qasje me kosto shumë të ulët fikse, pra totalisht digjitale, që është një trend i caktuar botëror. Kemi në shumë vende të cilat bankat digjitale janë prezente dhe janë në një strukturë dhe në një pozicionim të mirë në ekonomi, dhe pjesa e bankës tjetër e cila të paktën deri në këto momente duket sikur do të jetë një bankë standarde, jo në një sektor specifik, ndërkohë që ne përgjithsisht jemi ose duhet të shkojmë dhe drejtimit të investimeve në sektorët prodhues. Pra, sepse deri në këtë moment sektori bankar kryesisht është fokusuar te sektorët imobiliar, kredit imobiliare, kredit zhvillimit biznesit të caktuara, por nuk kemi një portofol
të gjithanshëm, pra ne vazhdojmë dhe lëm sektorin bujqësor, po themi ose të agropërpunimit ende të financuar. Bankat kanë ndjekur pak modelin e zhvillimit të ekonomisë. Patjetër, edhe ato ndjekin është e kuptueshme dhe ato janë biznes dhe duhet shohin rrisjet e tyre, por në këtë aspekt të gjithë aktorët që bëjnë të mundur këtë ende nuk ka një strategji të mirëfillt. Her pas here ne kemi këto kredit sovrane apo suportet, por si thuash duke qenë se ne si komb apo si biznes apo vendet të sektorin që ne duam të ndihmojmë, nuk e kemi të mirë edukuar apo të mirë trajnuar apo të ketë një lloj eksperience të mirëfillt me bankat në mënyrë që ta bëjmë që të ketë një përthithje më të fortë të sektorit dhe si thua financim, kreditim të sektoreve që janë të më pak të financuara. Kjo do vi gradualisht. Pra, në fund të fundit sugjerojmë që të paktën këto dy banka, njëra është e fokusuar kryesisht në teknologji, me sa kuptojmë, pra është duke kapur një segment nish të tregut specifik, urojmë që banka tjetër të ketë një fokus paksa të ndryshëm nga bankat e tjera. Patjetër ndoshta numri i bankave dhe që operojnë aktualisht ka ardhur në rritje, por ndoshta në një moment të caktuar në kohë ato mund të kemi edhe një konsolidim të qartësh. Është një cikël tipik i cili si thua reflekton zhvillimin e tregut edhe kërkesën që ka tregu për këtë produkt. Nga këndvështrimi juaj, edhe nga përvoja që keni pasur në promovimin e Shqipërisë e investitorët e huaj, edhe nga kontaktet me investitorët e huaj, në cilët sektor mendoni që kemi potenciale për të nxitur më shumë investimet e huaja direkte? Shikoni, ka patjetër mund të shihet në dy forma, atë që kemi ne potencial dhe atë që kemi nevojë. Unë do doja, si ekonomist do doja që ne të fillojmë gradualisht të fokusohemi te ato që ne duam të zhvillojmë dhe kemi nevojë më shumë se sa ato që kemi potencial. Patjetër potenciali qëndron te struktura e sektorit ekonomik që po marrin zhvillim. Turizmi. Po tashmë turizmi jo tipik, po duhet të kalojmë te turizmi elitar. Pra ne të bëhemi një si thua një vend i cili mirëpret turist gjatë gjithë vitit, 365 ditë e vitit, pra mos jemi vetëm turizëm në periudhën e sezonit veror, por të kemi turizëm edhe për konferenca të ndryshme ndërkombëtare, për evente të caktuara. Gjë që në këtë moment nuk është se ndodh shumë, mund të ndodhi në Tiranë, pasi hotelet punojnë gjatë gjithë vitit, por nuk ndodh në Bregdet. Këtu mund të marrim një shembull atë që është shumë e ngjashme me Turqinë. Resortet në Turqi punojnë pothuajse gjatë gjithë vitit. Pra edhe gjatë periudhës qoftë për arsye klimaterike, por gjatë periudhës jashtë sezonit të verës, ato patjetër mikpresin në konferenca të ndryshme, evente të ndryshme sportive, ekipe të mëdha e futbollit që kalojnë periudhën e caktuar të dimrit, ndoshta të pushimit të sezoneve. Apo edhe të tjera, të cilat ne kemi nevojë të zhvillojmë. Pra duhet të zhvillojmë turizmin tashmë jo tradicional, jo si thua tipik, por duhet të kalojmë në një nivel pak më luksi, më të lartë për të bërë një tërheqje edhe të grupeve që kanë, si thua, apo shpenzojnë më tepër. Pra duhet fillojmë ta diversifikojmë ofertën në sektor. Ndërkohë që ne faktikisht kemi nevojë jashtëzakonisht shumë të fokusohemi në investime në sektorët që kanë ne tradicionalisht kemi qenë të fortë dhe kanë një peshë të caktuar, siç është bujqësia, siç është agropërpunimi, siç është edhe sektor që mund të kenë bëjnë me rritjen e cilësisë dhe kontrollit të produkteve ushqimore. Infrastrukturën jemi duke zhvilluar, po duhet ta diversifikojmë. Pra ne nuk mund të zhvillojmë vetëm infrastrukturën rrugore. Duhet të zhvillojmë dhe duhet të ecim me ritme shumë të shpejta në infrastrukturën hekurudhore. Duhet të ecim me ritme akoma dhe më të shpejta dhe infrastruktura të tjera.
duhet vazhdojmë të investojmë fort edhe në agriturizëm. Ai ka qenë një ndër, si thua, çështat kyç të suksesit edhe të aspektit të turizmit, sepse para se të kishim një turizëm veror apo në Bregdet, ne kemi pasur me kohë një turizëm si thua malor. Kam pasur jashtëzakonisht shumë një numër të madh turistësh që vinin vizitonin krahinat brenda pjesës veriore apo më thellë të vendit, ndërkohë që ne vetë si shqiptar akoma nuk i kishim zbuluar. Këto janë, si thua, disa nga ide shumë të përgjithshme. Jemi fokusuar për herë më shumë te pjesa e zhvillimit sektorit energjetik, pasi kemi në agjendë që gati 50% e energjisë të jetë e rinovueshme në bazë të agjendës së integrimit me Bashkimin Evropian. Pra, këto duhet të jenë në mënyrë të caktuar në vija të përgjithshme, por duke pasur parasysh që këto duhet bëhen me projekte të mirëfillta. Aq që ne na mungon përtej ofertës që mund të bëjmë janë projekte të mirëfillta. Pra, ne kemi mundësinë, si thua, jemi një vend i NATO-s, kemi krijuar një lloj stabiliteti ekonomik dhe politik, pra nuk kemi vend në risk të një lufte të caktuar, siç mund të jenë në rajone të ndryshme edhe në zonën tonë. Kjo duhet për ta përmbyllur, si thua, ofertën tonë të mirëfill, duhet të përmbyllet me projekte të mirëfillta fizibiliteti. Pra, nëse ne duam të zhvillojmë një sektor, duhet kemi projekte të mirëfillta. Duhet vazhdojmë akoma më tutje me diversifikimin e infrastrukturës, pra arritjet të mos kemi vetëm, po themi, gjithë turistët që vinë në aeroportin e Rina, si në këto momente, të vetëm mundësi për të vizituar vendin e kanë të marrin makina me qera. Pra ne patjetër duhet kemi të zhvilluar, si thua, infrastrukturën e lidhjeve ndërqytetëse me pika të caktuara, stacione të mirëfillta, me si thua orare të publikuara, të zhvilluara, të paraqituara në internet, pra çdo kush që kërkon të zgjedhë alternativa të tjera të vizitës apo të udhëtimit brenda vendit, duhet të ketë të qarta të gjitha këto të publikuara në disa gjuhë në mënyrë që të ketë një lloj, si thua, zhvillimi. Po themi, edhe në këtë aspekt mund të marrim një shembull, për shembull Kosova apo vendet e tjera në rajon kanë shumë të zhvilluar. Pra çdo qytet ka stacionin e vet të autobusëve, orare të caktuara, shërbimi është i besueshëm, është korrekt. Ndërkohë që ne jemi në fazat, na mungon totalisht infrastruktura rregulladore. Nëse ne duam të zhvillojmë turizmin dhe të kemi një zhvillim të qëndrueshëm, të gjithanshëm, të shumëfisht, këto duhet të jenë alternativa të mirëfillta. Fokusi patjetër duhet të jetë edhe në këto. Por unë gjykoj që ne kemi nevojë të bëjmë jashtëzakonisht shumë në sektorët prodhues. Sepse bujqësia, agropërpunimi, nëse ne duam të zhvillojmë turizmi nuk mbështetet vetëm në produkte importi. Sepse në çdo rast ne jemi të ekspozuar ndaj inflacionit të importuar, pra çmimeve për herë më shumë në rritje. Çmimet e produkteve ushqimore nuk bien kurrë. Pra, nëse do të kthehemi mbrapsh në vitet apo dekadat e fundit, do të shohim që asnjë produkt ushqimor nuk ka pasur një çmim të qëndrueshëm apo që ka shkuar në rënje. Janë të gjitha që shkojnë në një ritëm të frikshëm rritje. Kjo sepse ne prodhojmë për herë më pak produkte vendi, ne nuk i stimulojmë zhvillimin e produkteve të vendit, nuk arrim të stimulojmë dhe të subvencionojmë në aspektin e rritjes së cilësisë, certifikimit, konkurrueshmërisë me produkte, sepse për herë më shumë jemi treg i hapur që do të konkurrojë. Ndërkohë që porta është totalisht e hapur për produktet që vijnë nga importi. Edhe ato në shumë të raste prap nuk kanë kontrollin e duhur, pra mund të jenë produkte të një ditë brand për të cilësive të ndryshme nga ajo çfarë tregtohet. Pra të gjitha këto ne i kemi nashkaluar. Për ta përmbyllur, do thoja që nëse ne do duam të bëhemi për herë më tepër atraktiv, ne kemi nevojë që të kemi projekte të mirëfillta. Jo 100% gati, por projekte të mirëfillta, në cilat
gjithë ato që kanë interes dhe ju siguroj që investitor të caktuar apo business angels që quhen, që kanë nevojë të investojnë, i kanë parat, pra nuk është çështje parash, se sa çështje idesh, çështje prezantimi i mirëfillt, çështje një projekti me thënë me fjalë të varfër të heqë ndisur shumë mirë. Përmendëm rreziqet gjeopolitike që në vitet e fundit duket se po bëhen gjithnjë më të pranishme. Konfliktet, sidomos ai fundit në lindjen e mesme, çfarë efekti mund të kenë në kërkesën e huaj dhe në po themi potencialet e investimeve të huaja në Shqipëri? Cila mund të jetë, po themi, balanca mes riskjeve, po ndoshta edhe oportuniteteve në momentet e caktuara? Patjetër që çdo ngjarje ka anët e veta negative dhe pozitive, masa pasaj duhet analizuar për çdo rast. Ne kemi një histori jo shumë të vjetër me atë çfarë ndodhi dhe po ndodh në Ukrainë, edhe ajo pati impaktin e vet, apo çështjet e veta negative dhe pozitive. Ajo që pa diskutim del qartë është inflacioni, pra rritje e nivelit të çmimeve. Skarsiteti në disa produkte të caktuara, pra nevoja për të përshtatur edhe për gjetur zgjidhje alternative dhe për të bërë ballë këtij niveli inflacioni. Pra e vë ekonominë në një stres të vazhdueshëm. Kjo do të thotë që duke pasur parasysh këto ngjarje edhe ajo tashmë e luftës në Gjirin Persik, pra luftës me Iranin, patjetër që ka krijuar problematikat e veta, sepse rritja e nivelit të çmimeve të hidrokarburëve, të karburanteve është kosto e menjëhershme e biznesit. Edhe ato që mund mos kenë nevojë të drejt për drejt është rrit kostot e transportit të produkteve, pra që në vendin tonë me infrastrukturën që kemi përbën gati 20% të kostove finale të produkteve. Pra është një kosto shumë e konsiderueshme. Në të tilla raste, unë e shoh që ne ende nuk kemi marrë një mësim, pra fillojmë edhe gjejmë një zgjidhje ad hoc, gjejmë një zgjidhje të momentit, por nuk kemi një strategji të zbutjes problematikave që sjellin ngjarje të tilla në kohë. Pra të kemi një lloj, si thua, niveli zbutës të problematikave. Në rastet nëse do të merrim historinë me luftën në Ukrainë, duhet patjetër që ne të jemi të pavarur në aspektin energjetik. Jemi ndoshta deri diku në rrugë të mbar, por çështja është që edhe këtu ajo ka një lloj inercie, po themi kemi zënë gjithë tokat bujqësore ose gati bujqësore dhe po i kthejmë në investime me panele diellore, ndërkohë që ne duhet gjejmë alternativa, duhet stimulojmë bizneset prodhuese që të kenë si thua një shtys dhe interes për të investuar panele diellore dhe ato të kthehen në masa të prekshme. Pra duhet të gjejmë alternativa në mënyrë që çfarëdo lloj ngjarje që ndodh rrotullnesh të ketë një impakt sa më të vogël të drejt për drejt në ekonominë. Aktualisht ajo që po ndodh me luftën në Iran është që patjetër që qeveria duhet gjejë mundësinë dhe të rrisë kapacitetet e rezervat në hidrokarbure, që sepse këto lloj ngjarjesh mund të kenë një impakt shumë të fortë në fillim, pastaj fillon të zbuten, ne duhet patjetër të krijojmë një lloj, si thua, mundësie për ta pasur dhe në momente të tilla, po themi, qeveria ndërhyn duke nxjerr stokun në shitje, duke zbutur nivelin e çmimeve. Vendet të ndryshme europiane, kryesisht Gjermania, vendet skandinave, po themi, kanë modele që sugjerojnë, bie fjala Gjermania dhe këto vende kanë një stok, përveç stokut që kanë bëjë me hidrokarbura apo të tjera, mban një stok ushqimor, pra gati deri në 6 muaj, në raste të një ngjarje madhore e cila do të filloj të impaktojë ekonominë. Pra mbajnë her pas here për një periudhë caktuar ushqime apo produkte të tjera bazë
të cilat në momentet caktuara dalin në treg dhe shiten duke balancuar dhe duke mos krijuar një rritje të fortë dhe të menjëhershme të nivelit çmimeve për produktet bazë. Pra, modelet janë, ne jemi një ekonomi e vogël që do të thotë kanë të mira dhe të këqija të saj, kanë e mirë sepse nuk kërkon si thua investime të jashtëzakonshme, por ne i dim problematikat tona. Sektori hidrokarbure për herë ka qenë një problem, sektori energjisë për herë ka qenë një problem dhe në këtë rast duhet patjetër që t'i japim zgjidhje edhe këtyre çështjeve. Në vitin e kaluar u regjistrua një rritje e interesit të biznesit nga Kosova për të investuar në Shqipëri. Patëm disa blerje të rëndësishme të kompanive, kryesisht në sektorin tregtar nga ndërmarrje kosovare. Si e vlerësoni këtë tendencë, cilat besoni që janë potencialet e investimeve nga Kosova në Shqipëri në të ardhmen? Në radh parë unë mendoj që për fat të keq, duke qenë edhe një person që her pas here dhe punoj dhe kam të prekshme se thuash prezencën në Kosovë, bizneset, çfarë ndodh, për fat keq unë gjykoj që marrëdhëniet midis kombit ton, dy vendeve, nuk janë në nivelin e duhur. Në aspektin politik ne shohim që kemi një lloj ndarje dhe nuk kemi një marrëdhënie siç duhet të ishte. Bie fjalë marrëdhëniet ndoshta po themi ekonomike dhe tregtare midis Maqedonisë Veriut dhe Serbisë janë shumë herë më të mira se ç'mund të jenë po themi ato midis Shqipërisë dhe Kosovës. Kemi jashtëzakonisht shumë potencial. Ai duhet patjetër duhet kalojë në retorikën politike, problemet apo ndasit në aspektin politik dhe duhet të kalojnë në marrëdhënie të mirëfillta. Marrëdhënie të mirëfillta do të thotë që të paktën në aspektin tregtar duhet bëhet më shumë edhe nga ana e bizneseve. Unë shoh shumë pak biznese shqiptare që janë prezente në Kosovë, ndërkohë shoh ndoshta një numër disi më të madh të bizneseve kosovare në Shqipëri. Është në interes të dy vendeve që të ketë një ekonomi për herë më shumë të integruar, sepse kemi oferta të ndryshme. Në Kosovë, po themi, kemi produkte të cilat mund të hyjnë në vendin ton me çmime shumë konkurruese, ndërkohë ato produkte ne në këto momente mund të importojmë nga Greqia apo nga Italia. Shqipëria ka shumë produkte bujqësore të cilat mund të shiten me çmime shumë të mira dhe pra për të pasur një lloj integrimi. Në këtë aspekt, lidhja për herë më shumë, investimet për herë më shumë në infrastrukturë është e nevojshme. Nuk e kam fjalën infrastrukturë vetëm rrugore, por e kemi fjalën edhe për infrastrukturën energjetike, infrastrukturën e telekomunikacionit, infrastrukturën e kurudhore duhet të jetë një prioritet i fortë, sepse lëvizja me kosto sa më të ulta e stimulon këtë marrëdhënie edhe sikur politika, si thua, të vazhdojnë atë inertësinë apo në qendresën e vet, por në aspektin ekonomik ato duhet patjetër të integrohen. Ekonomia kosovare dhe bizneset kosovare patjetër kanë dhënë një kontribut shumë të fortë në mbajtjen e lartë të nivelit edhe të turizmit, pra të shpenzimeve që ato sjellin në Shqipëri, i madh apo i vogël, ajo patjetër është një kontribut shumë i rëndësishëm. Duhet të kemi parasysh që pjesa kryesisht e veriut, Durrës, Shëngjin, Shkodër e më radh kanë pasur një impakt të fortë nga prezenca e bizneseve dhe kosovarëve në konsum, Shëngjini apo vende të tjera, qoftë me blerjet në asetet imobiliare, qoftë me bizneset, qoftë me shpenzimet, pra kemi si thuash, jemi të integruar, por nuk jemi aty ku duhet. Pra kemi nevojë që ne këtë ta shumë fishojmë, por që kjo të stimulohet, kemi nevojë të krijojmë infrastrukturën e duhur në të gjithë sektorët, pra e kurudhor, rrugor, shpejtësi në komunikim, infrastrukturë digjitale, biznese të përbashkëta. Folëm pak më përpara për nevojën e pasjes së projekteve të mirëfillta. Projekte të mirëfillta mund të jenë edhe në këtë aspekt, pra projekte të mirëfillta të përbashkëta.
në mënyrë që bizneset kur fillojnë dhe punojnë bashk, ato pasaj gradualisht fillojnë dhe e replikojnë këto edhe në sektor të tjerë. Në radh parë kemi nevojë kryesisht edhe fundit kemi nevojë kryesisht të lidhemi sidomos në sektorin bujqësor të agropërpunimit. Dhe në pyetjet fundit, ka përpjekje të shtuara nga qeveria për mbylljen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, pra në një farë mënyrë jemi në një fazë më të avancuar të procesit të integrimit. Çfarë ndikimi besoni që do të ketë kjo në potencialet për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në të ardhmen e afërt? Historia e integrimit që ka ndodhur me vendet e fundit, por kryesisht modelet më të qarta dhe ilustruese për këtë janë Polonia, Kroacia. Përgjithsisht nivelet e investimeve të huaja direkte kanë një rritje para integrimit se sa pas integrimit. Polonia është një model i jashtëzakonshëm suksesi në këtë aspekt sepse ka bërë një rritje aq të fortë sa nga një ekonomi në paktën edhe në aspektin e GDP-s, ka një ekonomi që ka qenë shumë mbrapa Ukrainës, tashmë është shumë herë më lart, pra është një ekonomi shumë e fortë brenda Bashkimit Evropian. Kjo ka ardhur si pasojë e interesit edhe bashkimit të tyre politik dhe ekonomik për të bërë sa më shpejt hapat e dur për integrim. Gjë që unë nuk e shoh shumë në vendet e Ballkanit apo edhe në Shqipëri. Pra, po ta shohim me kujdes për te retorikës dhe për te fjalëve, ne shohim në çdo institucion publik apo çdo ministri që kemi një nivel të dytë zëvendës ministra që merr me pjesën e integrimit, por i shoh jashtëzakonisht shumë të shkëputur nga gjithçka tjetër në ambientin integrues. Pra, integrimi nuk është çështje letrash. Integrimi ka të bëjë shumë edhe me lidhjen midis të gjithë atyre që në gjuhën rëndom në anglisht quhen stakeholders, dhe stakeholders janë edhe bizneset, është edhe popullsia, janë patjetër institucionet publike, janë patjetër edhe të gjitha shoqatat dhe organizmat e tjera që bëjnë pjesë midis pjesës publike dhe pjesës private. Këtë pjesë unë e shoh jo shumë të orientuar. Bizneset i shoh ende jo pjesë e këtij procesi. Pra, integrimi nuk mund të jetë thjesht një proces mekanik. Integrimi është një proces gjithëpërfshirës. Pra, dhe për më tepër një fokus i përgjithshëm, duke filluar që nga aspekti politik, që në aspektin politik unë e shoh që jemi jashtëzakonisht shumë të ndarë, jemi në dy skaje, dikush flet me shumë pozitivitet dhe dikush flet me shumë negativitet. Pra nuk jemi të bashkuar që në këtë pikë që pjesa e integrimit është mbi të gjitha, është një nevojë sepse ne kemi njerëz, ndoshta edhe mosha ime që pjesën e viteve 90 kemi qenë jashtëzakonisht të rinj dhe fëmijë, ndërkohë që vazhdojmë edhe jemi në një moshë profesionale të nivelit të lartë dhe jemi akoma në proces. Patjetër që kjo është, si thua, diçka jo e mirë. Pra ne duam dhe do të jetë një fokus kryesor. Është pjesa e integrimit do të kërkojë dhe sakrifica. Nëse ne do duam të ecim shpejt, siç po ecën Malizi në kuptimin politik dhe në kuptimin e ekspozimit, po themi ka disa të meta të jashtëzakonshme sepse ka qenë shumë e lidhur me investimet ruse, ka pasur akses, pra nuk ka qenë aq pro-europiane sa që jemi ne si popullsi, ndërkohë ato kanë sepse fokusi tyre ka qenë integrimi dhe ka qenë patjetër të jenë të parët në këtë proces. Te ne e shohim shumë retorik, shumë më pak proces konstruktiv, shumë më pak proces gjithëpërfshirës, shohim më tepër duket sikur është një proces letrash, burokratik, zbatim ligjesh, por fakt ajo që të zbatosh një ligj, po themi edhe qoftë në aspektin e drejtësisë apo në aspektin e transparencës, ti kërkon të hysh thellë në të gjitha, ka nevojë të ndryshosh jo vetëm një ligj, ka nevojë të ndryshosh qasje, ka nevojë të trajnosh dhe të informosh të gjithë pjesët e lidhura me të se çfarë do të thotë. Pra, nuk
unë për fat keq uroj të jemi gabuar, nuk e shoh si diçka që i gjithë trupi, si thua, lëviz përpara në atë drejtim që do të marrë, po e shoh vetëm si shumë të shkëputur dhe shumë fragmentar. Uroj duke filluar që nga politika që ta kthejnë agendën e integrimit jo si një luftë të tyre personale dhe si thua shumë meskine se sa një nevojë e domosdoshme e jona për të ecur përpara. Ju falenderoj për pranin tuaj dhe që ndat mendimet tuaja me ne. Kënaqësi dhe ju uroj një ditë të mbarë.